Rritja ekonomike për këtë vit pritet të jetë 3.5%, kurse norma mesatare e inflacionit do të jetë 3.9%, bëjnë me dije nga Banka Popullore. Sipas tyre, deficiti do të jetë 4.2% nga bruto prodhimi vendor, që është një zgjerim i deficitit në krahasim me vitin e kaluar. Siç është shprehur guvernatori Trajko Slaveski, pamja makroekonomike për ekonominë vendore tregon perspektiva të forta ekonomike dhe stabilizim të mëtejshëm të inflacionit. Projekcionet më të reja makroekonomike për periudhën 2025-2028 tregon qëndrueshmëri dhe rritje solide ekonomike. Për këtë vit pritet rritje prej 3.5% në periudhën 2026-2028, ajo do të përshpejtohet në 4%. Sa i përket inflacionit, norma mesatare do të jetë 3.9%, kurse në periudhën e mëtejshme do të ndjekën një trajektore të përshtatjes në rënje dhe kthimi drejt mesatarës historike. Sipas tij, në muajt e parë të vitit 2025, aktiviteti kreditor ka shënuar rritje të fuqishme dhe në këtë mënyrë, sipas Slaveskit, pritet të vazhdojë deri në fund të vitit. Në periudhën 2025-2028 priten hyrje neto solide në llogarinë financiare, të cilat do të përdoreshin për financimin e deficitit. Në lidhje me strukturën, pjesa më e madhe e hyrjeve neto pritet të jetë në formën e investimeve të huaja direkte dhe huamarrjes afatgjate të shtetit jashtë vendit. Për gjithë periudhën e projeksioneve pritet rritje e rezervave valutore dhe një nivel i përshtatshëm për ruajtjen e stabilitetit të valutës vendore. Nga Banka Popullore thonë se rreziqet kryesore nga mjedisi i jashtëm lidhen kryesisht me efektet e politikave proteksioniste dhe pasigurinë e theksuar në lidhje me politikat e ardhshme tregtare dhe tensionet gjeopolitike, por ekzistojnë gjithashtu rreziqe të vazhdueshme nga faktorët e brendshëm, të cilët mund të ndikojnë në kërkesën dhe çmimet në ekonominë vendase.